Loredana Zefi dhe futbollisti i Dortmundit Karim Adeyemi janë një çift mjaft simpatik. Loredana sigurohet që bashkëshorti i saj dhe vajza Hana të kenë raporte të mira së bashku. Artiste nuk ka shumë kohë që është martuar me futbollistin gjerman, teksa ka një vajzë nga lidhja me reperin Mozik. Duket se Hana po rritet në përkujdesje të mirë nga njeriku i saj, pra Karim Adeyemi. Loredana së fundmi ka postuar një video të shkurtër nga një ecje me Adeyemin, Hanën dhe qenushin e tyre. Ajo gjithashtu ka shpërndarë edhe një fotografi të Hanës në shpinën e Adeyemit, që e përshkruan si një çantë të re në krahët e tij. Me sa duket, raporti i Loredanës dhe Karim Adeyemit është mjaft i lumtur dhe rrjedhimisht edhe vajza e saj duket shumë e lumtur në praninë e futbollistit. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Mozik është një lidhje dashurie me Lotina Hazirin dhe së fundmi i ka dedikuar një këngë asaj, teksa i shpreh të gjithë dashurinë përmes rreshtave të këngës. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.